Përshëndetje pjesëtar të diasporës, përshëndetje pushtetar të kombit tonë. Falenderoj shumë për ftesën që na bën, edhe na krijon mundësitë që të themi edhe ne di fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni nderuar? Unë nderuar. Emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbim të sistemi modist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shlium edhe nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën shku në diasporë, dola në pension për akoshëm, edhe unë diasporë ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, me qenë se paketa e maleve është miratur. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të thejmë kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot përviten bashkomësit tonë nga i ligj famkeq. Më i keq se ligji i reformës agrare Monizu. Po e shpytë njëri, po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bisedë që nuk qëndronin nderuar. 10 vjet unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet të shtetit. Po jo të ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit. Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyte për të se paketa e maleve është pikërisht për të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet se s'u shpëton dot. Po pra, po nuk shpëton, nuk të shkoj në Korap ndërtoj, po të ndërtoj aty ke toka e flakut tim. Po aty pra. Pra, pikërisht. Po s'ma jep pra komuna. I kam bë kërkesë ka 10 vjet. Shkoj ke noteri, thot jo s'ke punë fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noteri që t'ju marrin në i lek noteri. Atëherë, prit tash, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendimun ti. Jo mendimin. Jo, se nuk është kohë për mendim, tu është kohë për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë te toka e gjyshit tat. Nuk do e bëj unë, do djali im sa ndërtos. Djali jot shumë mirë. Shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brenda 30 ditëve nga kërkesa do të ta miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali. Kaq. Po s'ko më ke noteri, as ke gjyqtari. Shko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketën e maleve. 10 herë kam bërë kërkesë, zotëri. Po se ke bërë pra kërkesën, ma jep mua kërkesën. Hajt, pa birë mu. Do ta djeg unë te Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. E dita nderuar për parlamentin. Të lutem, i nderuar. Un kam punuar mirë e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është, janë minatorët atje. Janë paguar me një pak si në zi bjetojnë. Nuk u mirator ligji për statusin e minatorit. Kam protestu, është premtu që ishtë në 2013 kam qenë edhe unë atë me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë e djathtë. Se ka qenë rënuar nga sistemi. U kthemi dhe në votën, akoma asi. Inderuar. Aq me e keqe, një deputet inderu mund të jetë. I krahasoj minatorët e Bulqizës me balerinat e operës. Një fije e randë, shumë e keqe. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të jep një statusin minatorit. Më fal. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek zotin. Kam harxhu lek, kam marrë apo stafat për të merr tip për patriotë e mi. Nuk themun se s'ka bo punë shteti.
sepse ne kemi, ka hec fshati im, është te kulla hubi, ka pas ministra, ka ardhe kry ministri, i dhonë prioritet, aje nuk o në fund botës, po në fund katonit tonë, 50 km me Tiranën. Më falë. Për këte, kanë arë shumë... Të lutem, do më digjosh, inderuar, të lutem do më digjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mas bëjt debatin. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëjt debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, bëjt pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punone e ne atër me djalin të debatet pensionat të shqicit. Po shqecimi nuk është për të ky panel. Nuk është për të ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua... Nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjën se të marrim nga një komente dhe për ftuarit e tjerë, sepse unë... Qofse keni nërmend të ndërtoni Tani, ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel, të bëjmë nga një pyetje nëse mundemi. Unë jam me babaci, vi nga Bologna, kam ikur që studente, pasaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj të marrim pjesë në për samite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesor që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesor jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet t'i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesor nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolonjë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolonjës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim, sepse kam investuar unë për përgatitjen time. Nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Përndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Ne ju jeni larg realitetit, flas për politikanët. Jeni larg realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, në qoftë se duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni idenë çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, kur ne kemi punuar 14 orë në ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për krajë dhe pasi ndim. Hapni dyer, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyer të gjithë personave që janë të përgatitur. Zoti Zaolan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vidhni edhe të siguroni njerëzit tuaj. Do doja që ta filloja fjalën time me një kujtesë të një miku të veçantë të shqiptarëve që u nda nga jeta pak ditë më parë, Eliot Engel, veprën e të cilit besoj që duhet ta përshëndesim gjithë me një dorë trokitje të madhe. Jo pa shkak e kujtova kongresmenin e shqiptarëve, si quhet Eliot Engel, në Kongresin Amerikan për shumë vite me radhë, sepse mendoj që Engel ishte një shembull
edhe pse nuk ishte shqiptar, por bëri atë që një shqiptar do ta kishte bërë nëse do ta kishim një kongresmen. Kryetari i Kuvendit përmendi faktin se në këto zgjedhje të radhës amerikane vetëm në shtetin e Michiganit konkurojnë për Kongresin Amerikan 3 shqiptarë në primaret e partive tyre dhe shpresoj deri në fund edhe në fund garës. Dhe ky është një arritje e madhe jona, duke shpresuar që do të kemi një kongresmen shqiptar në Kongresin Amerikan dhe pse jo, ndoshta më vonë edhe një senator. Ndërkohë që në këtë sallë të zbukuruar sot, kemi një numër të konsiderueshëm shqiptarësh të cilët janë të zgjedhur në pushtetin vendor apo dhe në parlamente të vendeve ku shqiptarët jetojnë, në 35 prej tyre që sot janë përfaqësuara në këtë samit. Shoh Ervin Ramaliun, i zgjedhur vendor, i cili mban edhe shiritin e nderit me flamurin italian dhe poshtë ka dhe kravatën me flamurin shqiptar. Çohu ta shohim çika të mos e mbaj fshehur flamurin. Tregoje e përmenda sepse kam qenë dhe kam vizituar atje. Është një shembull i mirë se si një shqiptar i zgjedhur në një organ të pushtetit vendor në një prej komunave të Italisë Veriut, është edhe si një pikë reference për gjithë shqiptarët që kanë një hall apo një problem në atë zonë. Ky duhet të jetë modeli ynë, se si ne arrim të krijojmë një rrjet të gjithë shqiptarëve të zgjedhur kudo në botë, të cilët përveç punëve të përditshme që lidhen me detyrën që kanë, duhet mendojnë se çfarë bën gjatë asaj dite për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Malit Zi apo të Luginës Preshevës. Sepse kjo është modeli që në fakt nuk po e shpikim ne. Vende tjera që nuk dua t'i përmend e kanë diasporën e tyre, avokatin më të mirë dhe më të madh të çështjeve tyra kombëtare. Dhe mendoj që nga ky samit i 4 diasporës, një prej gjërave që duhet ta mendojmë për samitin e 5 dhe kohë kemi boll deri atëherë, të krijojmë edhe rrjetet tona të zgjedhurve, të deputetëve, pra antarëve të parlamentëve, por dhe të antarëve të grupeve të këshilltarëve në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore. Janë dy organizime të cilat do të na bënin më mirë për të qenë më të sinkronizuar me njëri tjetrin. Shoh këtu një prej miqve tanë, Shuaipin, i zgjedhur në parlamentin e Serbisë. Unë e di shumë mirë se sa e vështirë ka qenë gara herën e fundit, apo jo Shuaip. Dhe një prej arsyeve është që ne shqiptarët nganjëherë nuk dim të kuptojmë që kur vjen puna për çështje kombëtare duhet bëhemi bashkë. Do të kishte qenë më e thjeshtë për Shuaipin nëse do të ishte vetëm një kandidat shqiptar, po pastaj kur fillum të ndajemi, gara na u bë më e vështirë se sa duhet. Edhe pse e dinin gjithë se i vetmi që mund zgjidhej ishte vetëm Shuaipi, apo e kam gabim. Dhe prandaj mendoj që ka ardhur koha që të mendojmë edhe në këto vendet e tjera ku garojmë. Muharrem Saliu kandidoi për Parlamentin Evropian. Nëse shqiptarët e 4 rajoneve të Italisë do të ishin bërë bashkë më mirë se sa u bën, ne do të kishim një antar të Parlamentit Evropian. Por nuk ja arritëm dot, sepse nuk u bashkuam dot aq sa duhet. Edhe prandaj duhet kujtojmë gjithmonë atë mësimin e Skënderbeut se bashkimi bën fuqi. E prandaj mesazhi i këtyre samiteve të njëpasqyrshme diasporës son është për të bërë bashkë. Në fund, padyshim që duhet them dhe diçka
sa i përket pjesës së përfaqësimit të diasporës në Shqipëri. Zgjedhjet e fundit ishin një fitore e madhe e demokracisë sonë, e cila ishte e cunguar për 35 vite me radhë, sa kohë që ata që janë motori i ekonomisë sonë prej shumë vitesh, diaspora, nuk merrnin dot pjesë në zgjedhje. Koha ishte e shkurtër, ndoshta nga fundi korrikut të 2024-s deri kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri gati gjithë infrastrukturën, por e vërteta është që më shumë se 300.000 shqiptarë në diasporë shfaqën interes për të bërë pjesë e zgjedhjeve, 248.000 prej tyre u regjistruan, e plot 202.000 prej tyre e dërguan zarfin me fletën e tyre të votimit. Rezultati i zgjedhjeve ishte i rëndësishëm, po më e rëndësishme ishte fakti se shqiptarët diasporë votuan. Në 2029, kur shqiptarët e diasporës do duhet votojnë përsëri për parlamentin shqiptar, kemi kohë mjaftueshmërisht për të përgatitur, edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të lejuar më shumë kohë. Dhe natyrshëm që partitë politike duhet i japin më shumë hapësirë përfaqësimit të diasporës. Unë jam shumë krenar si pjesë e shumicës parlamentare që brenda në grupin tim parlamentar të kem prej atyre që erdhën nga diaspora, konkuruan dhe fituan dhe janë antarë të Parlamentit të Shqipërisë. Por më shumë duhen përfaqësues nga diaspora në Kuvendin e Shqipërisë, sigurisht më shumë shqiptar duhet të mbështesim kudo që ata jetojnë, të jenë përfaqësues të vendeve ku jetojnë, por dhe përfaqësues të Shqipërisë dhe të çështjeve tona kombëtare. Besoj që këto dy orientime dhe këto dy drejtime kryesore duhet i kemi pjesë të një qasje të re për më shumë përfaqësim të shqiptarëve kudo që ata jetojnë. Rrofsh Shqipëria, rrofshin shqiptarët kudo që jetojnë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla. Tashmë do të ftoj për fjalën e tij të fundit, që më pas të vijojmë edhe me pyetje përgjigje, zotin Ankel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Nderuar kryetari i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, nderuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, nderuar zëvendës kryeministër të Malit të Zi, nderuar deputeti Balla, të nderuar bashkombas. Në arkitekturën e fjalës politike ka nocione që nuk janë thjesht për kufizime, por orientime. Kur flasim për diasporën, flasim për një realitet të largët. Flasim për një pjesë jetike të kombit tonë. Diaspora është forcë kombëtare. Ajo ruan identitetin, gjuhën dhe lidhet me atë dheun edhe larg kufive. Diaspora është edhe forcë ekonomike. Ajo ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë gjallë familjet dhe zhvillimin në vendet tona. Diaspora është edhe forcë sociale. Ajo ndërton ura, krijon mundësi dhe përfaqëson kombin tonë në arenën ndërkombëtare. Por për ne, shqiptarët e Luginës së Preshevës, diaspora është edhe më shumë se kaq. Ajo është mbështetje, është zë dhe shpeshherë është shpresa për të ardhmen tonë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë një komunitet autokton në Serbi, për të cilin demokracia përfaqësuese mbetet një sfidë në praktikë. Dua të ndalem shkurt në disa çështje konkrete, që përcaktojnë jetën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Së pari, pasivizimi i adresave. Një fenomen që po prek shqiptarët e Luginës së Preshevës, duke i privuar nga të drejtat bazë, nga vota, prona, deri te qasja e shërbimeve publike. Përmes këtij procesi administrativ, në praktik po ndodh një zvoglim
i pranisë së shqiptarëve në regjistrat shtetëror, i cili prodhon pasoja e si pasoj po ndodh pastrimi etik përmes mjeteve administrative. Kjo praktik kërkon trajtim urgjent dhe serioz institucional. Së dyti, mosnjohja e diplomave. Një i ri që diplomon në Kosovë kthehet në lugin dhe përballet me një realitet të padrejtë dhe shumë të hidhur. Diploma e tij nuk njihet nga shteti serb. Pra kemi plot 18 gjenerata që nuk i njihen diplomat dhe ata detyrohen të emigrojnë. Mosnjohja e diplomave nuk është një mosmarrveshje teknike. Është një embargo ndaj së ardhmes. Është ndalimi i mobilitetit real për një brez të tërë. Është një ndërprerje e vimësisë dhe dijes e dinjitetit. Në një botë ku diploma është çelësi i integrimit, këtu në lugin të Preshevës ajo kthehet në dëshmi të përjashtimit. Së treti, ekonomia dhe mbijetesa. Gjendja ekonomike nuk është e thjeshtë në lugin të Preshevës. Është një iniciator zhvillimi, është faktor i shpërnguljes. Pra Presheva ka mbi 75% të papunësisë. Sipas statistikave zyrtare të Serbisë, renditet ndër komunat më të varfëra në Serbi. Ndërsa së katërti janë marrëveshjet. Pala shqiptare që qeverisë në lugin të Preshevës ka 3 marrëveshje të nënshkruara me qeverinë e Serbisë. Por asnjëra prej tyre nuk është zbatuar edhe pse ishin nënshkruar para faktorit ndërkombëtar. Kjo dobëson besimin dhe vën në pikpyetje seriozitetin institucional të vendit. Së pesti, bllokime i fondeve nga Republika e Kosovës dhe Shqipërisë. Në praktikë kemi rastet ku fondet e dedikuar për luginën e Preshevës janë bllokuar ose penguar në zbatim. Kjo ka prekur drejt për drejt bujqit e luginës së Preshevës, të cilët sot përballen me pasiguri dhe mungesë të mbështesjes që u takon. Në të njëjtën kohë janë prekur edhe sektori më i ndjeshëm i cili është arsimi. Janë prekur nxënësit e shkollave fillore, kur fondet e destinuar për ta janë bllokuar, duke ndikuar drejt për drejt në kushtet dhe mundësitë e tyre për mësimdhënie. Dhe kur bllokohet mbështetja, realisht bllokohet zhvillimi. Prandaj sot kemi 2 shtete shqiptare, ku Republika e Kosovës ka institucionalizuar mbështetjen për luginën e Preshevës me mbi 4 milionë euro në vijën e saj buxhetore. Gjithashtu, edhe Ministria e Kulturës së Shqipërisë, në koordinim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Beograd, ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Këshillin Kombëtar Shqiptar për një sër projektesh që lidhen drejt për drejt me kultivimin e vlerave kombëtare. Në të njëjtën kohë, më lejoni të bëj një thirrje të sinqertë për të gjithë ata që na dëgjojnë apo dhe që janë prezente. Në çdo takim, në çdo tryezë dhe në çdo vendimarrje, mbajini në zemër luginën e Preshevës dhe Sanxhakun. Bëuni zëri i tyre kudo ku vendoset për të ardhmen e rajonit. Por duhet të jemi qartë. Ruajtja e identitetit nuk mund të zëvendësojë garantimin e të drejtave të njerëzit. Prandaj, kërkojmë ndalimin e pasivizimit të adresave, njohje të diplomave, mbështetje të barabartë ekonomike dhe zbatim të marrëveshjeve. Sepse në fund, një qytetar pa adresë, një i ri pa të ardhme, një bujk pa mbështetje, shkollat shqipe pa libra dhe marrëveshjet pa zbatim, janë realitet që nuk mund të injorohen. Dhe për këtë arsye,
Nuk mund të ketë stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan, përderisa shqiptarët e Luginës së Preshevës vazhdojnë të përballen me forma të theksuara të diskriminimit. Sepse stabiliteti ndërtohet mbi barazi dhe drejtësi. Sepse drejtësia nuk është luks politik, është kusht ekzistence. Dhe ajo fillon në momentin kur heshtja pushon të qenet opsion. Faleminderit. Faleminderit zoti Recep.